se çfarë vetë mund të bënte më mirë për t'i ndaluar këto makabritete zgjedhore. Në këtë kontekst, mendoj që për gjithë ne si shoqëri sot, është një dëm shumë i madh që pas 12 viteve në pushtet, një qeveri, sa po vjen, gjëja parë që bën, fillon të shpëtoj të vetët nga burgu. Pra, lajmi i dytë pas fitores e Edi Ramës ishte që Olta Xhaçka dhe investitori strategjik burri vetë shpëtoi. Nga apeli i thot nuk do hetoheni më. Sot duhet shikojmë kush përfitoi nga kjo. Se sa herë bëhet një krim, është një shprehje thot kur bëhet një krim, shiko kush përfitoi për të parë se kush ka qenë pas atij krimi. Fishekzjarët u hodhën nga xhabaftët e Vorës. Thjesht fakti që kjo organizat feston kaq shumë për fitoren e Edi Ramës, të tregon se kjo qeveri për kë punon dhe për kë ka punuar dhe për kë do punoj. Fakti që në gjithë Tiranën sot nuk ka buzëqeshje, nuk ka ndonjë fest në kryeqytet për këtë fitore të cilën këta e quajnë të jashtëzakonshme, tregon që shqiptarët janë ata të cilët realisht humbën. Dhe për ta mbyllur, duhet thënë që pjesë e skemës të Edi Ramës nuk kanë qenë vetëm organizimi i grupeve kriminale, por ka qenë dhe shpikja e partive të reja opozitare, të cilat kanë kryer me sukses misionin për shkatrimin e votës kundër qeverisë. Prandaj falenderoj sot në fjalë e Ramës. Ai ata i ka falenderuar me gjithë shpirt sepse Edi Rama ka humbur 40.000 vota, po ka fituar 10 mandate. Kjo ndodh thjesht dhe vetëm nga skema që ai ka ngritur për partitë e reja, të cilat unë kam një pyetje për gjithë ata që e kanë votuar. Me 50 mandate në parlament nuk bën dot gjë, as ligj se kalon dot, as ndihmë nuk jep dot, por me një mandat çfarë bën? Përveç se pazarit që mund të kesh ti si tek deputet atje. As radhë për të folë s'ke, as në komision nuk je, as ligj nuk kalon dot, as amandament nuk bën dot, përveç se merr një rrogë. Ti për çfarë doja atë mandat? Dhe cili është ai njeri i cili shpenzon qindra mijëra euro, siç kanë deklaruar vetë, për një mandat? Cili është ai biznesmen që kalkulon që qindra mijëra euro deri milion euro vlen për një mandat? Dhe çfarë do i japësh ti atyre që të kanë votuar ty sot? Sepse zoti Sheaj, se aty i referohen. Jo, si referohem vetë aty, referohem gjithmonë atyre. Të gjithë kanë bërë transparencën ata. Ai thotë është një projekt afatgjat dhe merr shembull Melonin në Itali që kur hyri me 1.% dhe pastaj u bë forcë qeverisë. Fakti mbetet, po e citoj për korrektesë me që ashtu, po fakti mbetet që kjo skem sot e paralajmëruar edhe në këtë studio nga mua, i vetmi shpresa e fundit e Edi Ramës ishin skema e partive të vogla të cilat për shoqërinë në parlament do t'japin 0. Dhe po heq më një anë, le të mendojmë dhe le të besojmë që duan diçka. Nuk e japin dot se si jep dot gjë me një mandat. Ndryshimi vjen vetëm nëse ti rrëzon qeverinë. Çfarë bën? Këtë skemë kriminale mbajtën një qeveri kriminale. Unë ftoj të më thonë vetë, unë do t'ja jap mandatin tim, nëse ata me atë mandat mund vinë dhe të më thonë që mund të ulin taksat, që mund të rrisin rrogat me atë mandat, apo që mund të bëjnë statusin e minatorit me atë tek mandat atje. E vetmja gjë që bën është i dhanë Edi Ramës me 40.000 vota më pak, 10 mandate më shumë. Jo, s'ka më pak. 40.000, urdhro, ja, se ka më tu. 40.000 vota më pak nga 2021. Ja ku ke 2021, Klevis. Se kokën brapa. Zoti Balliu. Një sekundë se e kam unë këtu, s'ka nevojë fare unë për ato. Në 2021 768.134 vota. Sa që ke grafikun brapa? 2025 725.000 vota. 794.305. Po flasim për diasporën. Jo, diasporën e ke poshtë. Diaspora është 60.845. Po pra dhe ka marrë 83 mandate. Më falë, shiko, në 794 është me gjithë votën e diasporës. Pa tjetër pra, prandaj po them, këtu ka marrë 83 mandate, tani po numërohet. Këtu ke marrë 83 mandate. Në 2021 me 768.000 i ke marrë 74 mandate. Dhe e kuptoj, po e di pse se kemi 3 ditë që analizojmë, se i mungojnë votat juve. Jo, pa tjetër. Kemi marrë, më falë. Ku kanë shkuar votat? Një sekund. Se po të fillosh vota për ndryshimin, ku ka shkuar? Ka shkuar tek 250.000 vota për afërsisht 210 në parti dhe 250.000 vota kanë prodhuar 4 mandate për 4 parti. Po ju çfarë do bëj gjithsecila nga këto parti? Skema e ngritur nga Edi Rama ishte kjo.
A i di që s'ka ku merr Ju nuk analizuat votën kundër Edi Ramës. Sepse ju kishit 770.000 po e shikon diferenca. Partitë e vogla që u krijuan nga Edi Rama 620.000 kishin në 2021 i prodhuan ati këtë. Shikoj, Evangjeli, kjo është e pamohueshme. Të citova. Kjo është e pamohueshme. Partitë e vogla, të cilat u krijuan nga Edi Rama dhe u mbajtën gjallë nga Edi Rama në studiot e Edi Ramës, kanë prodhuar këtë gjë. Dhe unë thash, i pyes, le të vinë dhe të na tregojnë tani që si ti do e bësh statusin e minatorit me një mandat, se si ti do e bësh ligjin, si do ta bësh ligjin për avokatët që do të bëj ky tjetri me një mandat, se si ti do e ulësh punësimet në administrat me një mandat. Të gjitha mashtrimet që kanë bërë me këto kanë qenë për pazar, janë fut për pazar dhe janë duke bërë pazar. Dhe përpos tyre është patjetër dhe vjedhja. Dhe thash dhe e mbyll me këtë. Në të gjitha këto nuk heq as përgjegjësi duke filluar nga mua dhe të Partisë Demokratike dhe të opozitës, dhe të gjitha do të vi momenti që do duhen analizuar dhe duhet mbajtur përgjegjësia, por nuk ka se si, kur se si ne të lëmë njanë këtë lloj zgjedhjesh